A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu ta'ala alaihi wasallam. Të nderuar ndjekës të kanalit ton, jemi ritakuar sërish së bashku në mësimin e radhës. Do t'i kujtoj që në mësimin e kaluar ne morëm tenvinin unë dhe gjithashtu bëm krahasimet midis zanores u zgjatëse dhe tenvinit unë. Ndërsa sot së bashku do të zhvillojmë shembuj në lidhje me mënyrën se si lexohet tenvini unë. Atëherë, pa humbur kohë, fillojmë me shembullin e parë. Kutubun. E shifni këtu se pra shkronja e parë dhe e dytë ka ardhur vetëm me zanoren u. Ndërsa në fund kemi tenvinin un. Do t'ju rikujtoja që tenvini un shkruhet në 3 lloj formash. Një prej formave është pikrisht edhe kjo që ju shihni. Me këtë formë ne do zhvillojmë pra të gjithë shembujt që do shohim bashkë. Dhe lexohej kutubun. Mos harrojmë se ne tenvinin nuk e zgjasim. Ashtu sikurse nuk e zgjasnim pra tenvinin in, ashtu nuk e zgjasim edhe tenvinin un. Pra lexohet shkurt. Vazhdojmë me shembullin tjetër. Rasulun. Këtu unë e zgjata sepse shohim se ka ardhur wawi si shkronjën e medit e zgjatëses. Nga e kuptojmë ne? E kuptojmë sepse është e pashënjuar, është bosh. Dhe para saj ka ardhur dhamma, ka ardhur zanoria u. Atëherë kjo është rolin e zgjatëses. Dhe lexojmë rasulun. Vazhdojmë me shembullin tjetër. Dafi'un. E zgjata këtu sepse shohim se ka ardhur elifi. Dhe mund thoni me shumë të drejtë, mund të pyesni, pra nga e kuptojmë ne se elifi aty ka ardhur në rolin e zgjatëses. Për ta përsëritur që të ngulitet mirë në mendjen tuaj, themi që elifi ne e kuptojmë kur ajo vjen e pashënjuar, kushti i parë, pra është bosh. Dhe para saj ka ardhur fetha, ka ardhur zanoria e. Dhe këtu pra elifi luan rolin e zgjatësit. Dhe lexova dafi'un. Vazhdojmë me shembullin tjetër. Sharabun. Pra e lexova tenvinin shumë shkurt, nuk e zgjata. Vazhdojmë me shembullin tjetër. Ghafurun. Rijalun. Pra edhe këtu e zgjata sepse shohim se ka ardhur elifi dhe ka ardhur e pashënjuar. Hamimun. Do t'ju kujtohet që viza tërheqëse poshtë, nëse vinte pra, atëherë lexohet i dhe lexohet e zgjatur. Por këtu në rastin konkret ka ardhur e shoqëruar me jën. Dhe jëja këtu është e pashënjuar. Pra, mos harroni, edhe sikur të vi e shoqëruar pra viza tërheqëse poshtë, së bashku me jën e pashënjuar, edhe sikur të vinte vetëm pa jën, ajo sërish luante rolin e zgjatëses. Dhe zgjatet nëse është poshtë, nëse është lart, zgjatet dhe lexohet a. Nëse është poshtë shkronjës, lexohet e zgjatur i. Në rastin konkret, hamimun. E lexojmë edhe tenvinin. Harajun idha. Pra kemi të bëjmë me 2 fjalë. Harajun është fjalë tjetër, idha është fjalë tjetër. Por këtu kemi sjellë shembull se si ne mund ta lexojmë, domethënë, jo në një fjalë të vetme, po edhe me disa fjalë të tjera,
sepse në gjashëm ne do ta lexojmë inshallah taala kur të futemi në leximin e Kuranit, do kemi shembuj të shumt pra që ngjasojnë harajun idha. Vazhdojmë me shembullin tjetër. La'alimun halimun. Pra shohim se kanë ardhur vizat tërheqëse poshtë, të shoqëruar me jën të pashënjuar dhe tregon se ne duhet ta zgjasim. Hali, në rregull, dhe tenvini që lexojmë un. La'alimun halimun. Vazhdojmë me shembujt e tjerë. Wa hurun 'ainun. Shohim pra tenvinët që kanë ardhur në fund të fjalës. Mos harroni, tenvinët un nuk vinë në fillim apo në mes të fjalës. Ato vinë gjithmonë në fund të fjalës. Siç e shihni në rastin konkret dhe në rastet që ne pam. Wa hurun është një fjalë, 'ainun është një fjalë tjetër. Se mos mendoni kështu se është një fjalë vetme e gjatë dhe tenvini ka ardhur në mes të fjalës. Jo, wa hurun është fjalë veç, 'ainun është fjalë veç. Pra janë dy fjalë. Wala khilalun. Kujdes me tenvinin, nuk e zgjasim. Kjo mund duket disi e gjatë dhe në fakt ashtu është, por nuk kemi pse friksohemi sa ta shikojmë domethënë një fjalë të tillë që është e gjatë. Mund të jetë edhe më e gjatë. Ne shohim shkronjat sepse tashmë ne i kemi përvetësuar shkronjat. Kemi përvetësuar jo vetëm format e tyre, jo vetëm leximin kur ato janë vetëm, po tashmë ne i njohim kur ato janë në forma të ndryshme, në pozicione të ndryshme, kur janë në fillim, kur janë në mes, kur janë në fund. Dhe ne kemi mësuar zanoret e, fatha, i, kesra, dhamma, u. Kemi marrë gjithashtu zgjatësen e fethas që bëhej nëpërmjet elifit që vjen e pashënuar a. Kemi marrë gjithashtu edhe zgjatësen e kesras që realizohej nëpërmjet jës dhe vinte e pashënuar i zgjatë dy kohë dhe kemi marrë gjithashtu edhe zgjatësen e dhammës e cila realizohej me wawin që vinte e pashënuar. Kemi marrë tenvinin en, pra dy viza sipër njëra tjetrës, sipër shkronjës lexohet en, poshtë shkronjës po e njëjta formë lexohet in dhe sot ne kemi shembujt me tenvinin un. Tenvinin që ne e morëm në mësimin e kaluar. Dhe ne s'kemi absolutisht pse pra të shqetësohemi kur shohim një fjalë kaq të gjatë. Do ta lexojmë dalë nga dalë gradualisht. Pa harruar edhe shenjat apo vizat tërheqëse që është sipër a dhe poshtë i. Ta shohim bashkë. Mutashabihatun. Kollaj. Mutashabihatun. Edhe një herë. Mutashabihatun. Pra, zgjata këtu edhe këtu sepse janë vizat tërheqëse. Në rregull? Për të vazhduar me shembujt e tjerë. Kana rijalun. Edhe këtu kemi dy fjalë. Kana është fjalë veç, rijalun është fjalë tjetër. Dhe shumë e thjeshtë. Kana rijalun. Tashmë ne kemi filluar të lexojmë gradualisht pra një fjali që përbëhet nga dy fjalë, po ka pas raste që kemi lexuar edhe me tre fjalë. Kështu që ne javash po hedhim hapa drejt leximit të Kuranit, jemi gati në përfundim. Kana rijalun, sepse mund të jetë shumë e thjeshtë për ta lexuar vetëm një fjalë. Kana,
Kana, ose këtu, rijalun, ne duhet të mësojmë se si të lexojmë rrjedhshëm pra fjalin. Kana rijalun. Vazhdojmë me shembullin tjetër. Saraqa akhun. Pra edhe këtu kemi dy fjalë. Saraqa, fjalë veç, akhun, fjalë veç. Ne sot do fokusohemi te tenvini un, se si lexohet. Ja, erdhi edhe një tjetër shembull me dy fjalë. Adhabun adhimun. Adhabun adhimun. Kini pak kujdes, sepse ne kemi dy fjalë këtu, po tek fjala e parë, në mes, kemi shkronjën e but, kurse tek fjala e dytë, tek sërish shkronja e dytë, kemi shkronjën e trash, pra kemi dhel, kemi edhe wal. Atëherë, adhabun adhimun, këtë lexojmë më rënd. Adhabun adhimun. Kujdes në artikulimin e shkronjave të holla dhe atyre të trasha, sepse ne duam që përveç se ta lexojmë saktësisht për shkak të përfitimeve të sevapeve nga fjala e Zotit Madhëruar, po duam që edhe dikush që na dëgjon ta kuptojë domethënë që fjala që keni lexuar është me shkronjën e holl apo të trash, sepse ngjasojnë shumë. Pra dhel me dhal, te me ta. Në rregull? Ajuzun aqimun. Ajuzun aqimun. Kujdes, ja, për shembull qafin, unë e theksova pak më shumë. Ajuzun aqimun. Aqimun. Pra duhet kemi kujdes në shqiptimin e shkronjave të trasha. Ja edhe shembulli ku vjen me tre fjalë. Kana është fjalë tjetër, li është fjalë tjetër, qarinun është fjalë tjetër. Pra keni përballë këtu tre fjalë. Kana li qarinun. Tani problemi është se si ti lexojmë rrjedhshëm. Pra, si ti lexojmë rrjedhshëm tre fjalët ku ka fetha, ka vizën të rejse poshti, ka edhe tenvinin un. Atëherë si do ta lexojmë? Kana li qarinun. Kana li qarinun. Dhe vazhdojmë me shembullin e fundit që ne kemi përzgjedhur për sot, për sa i përket temës së leximit të tenvinit. Azizun hakimun. Azizun hakimun. Pra këto ishin disa prej shembujve që ne kishim përzgjedhur të ndanim me ju. Mos harroni që t'i shkruani në fletorën tuaj, të hapni Kuranin dhe të gjeni shembuj me tenvinin un, që vendosë gjithmonë në fund të fjalës, dhe gjithashtu t'i lexoni ju vetë dhe të bëni krahasimin e mënyrës se si ne e kemi lexuar pra gjatë mësimit. Të dashur ndjekës të kanalit ton, mos harroni të abononi në kanalin ton. Unë do t'ju lë takim në mësimin e radhës, deri atëherë qëndroni në mëshirën e Zotit të Madhëruar. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.